ne fillum, organizum, ishin shumica futbollistëve vendor që ishin e për skuadrat, që kishin qenë atë vit skuadra tjera. Drejtor sportiv e banëm, apo u bon Besim Bajraktari, një ikon, një futbollist që ka dhënë shumë për klubin e futbollit Renica. Dhe i bindëm brenda 2 ditë domosdoshmë gjitha marrëveshjet me ish futbollistat vendor, domosdoshmë dita e tretë ka qenë përfundimtare që i kemi përfundu gjitha marrëveshjet dhe i kemi bindë që të kthehen domosdoshmë të jenë pjesë e klubit futbollistik Drenica. Aty zgjetëm edhe Batan Zabergjën, një futbollist që jashtëzakonshëm, një futbollist brazilian Denison. Dhe fillum përgatitjes, stërvitjet, sepse ishte periudhë e shkurtë domosdoshmë që filloi edhe kampionati, hym kampionat, dhe sinqerisht ndoshta ka qenë ai viti më i mirë, apo periudha më e mirë e gjithë klubit për ato 2-3 ndeshje sa patëm rezultate të mira që ishëm pozitën e parë dytë, dhe mbas 2 muaj ditë dikon ndodha ajo situata që mas pak të kena dëshiru na, po që ndodh në klubi, ndodhen zgjedhjet komunale dhe pas zgjedhjeve komunale domosdoshmë klubi met fakrysi dhe në periudhë dikon 3-4 muaj kam vazhdu vetëm unë me ndihmësat e mi edhe me pjesën e lejtarëve domosdoshmë pa në orë ndihmë pa pas as një përkraje të paktën morale, e le mos flasë financiare, kur e dishëm që klubi ishte një periudhë edhe një situatë më të mirë të mundshme. E kishëm një ekip jashtëzakonisht mirë, një ekip që nëse do e kishëm përkrajen, unë jam i bindun që kishëm përfundu në pjesën e lartë tabele, dhe jam i bindun që të paktën në atë kampionat unë bashkë me stafin edhe me ata futbollist të paktën do të kishëm dalë në arenën evropiane.